në politikë, do të s'po shpiki mujtë e nxehtë, mirë po shtohen disa pyetje logjike, disa pyetje. Kujt sot interes i kuj mund të jetë krijimi një bllokade të re politike? Interesi i kuj? Kjo është pyetja themelore që ne kërkojmë përgjigje racionale politike, dhe nëse prodhohet skenari i shkurjes në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, po e zom në Vera, po nuk dihet kur, interesi kuj mund të jetë. Kalkulimi kuj mund të jetë kjo se mund të ketë përfitim më të madh politik nga këto dy procese. Dhe atëherë shihet qartë se kush është orkestruesi dhe komplotuesi është termi ron, nuk po e përdor, po orkestruesi dhe organizuesi dhe përfituesi i zhvillimeve të këtilla politike. Paga 13 në fund të marsit. Paga 13 është në fund të marsit. Mirë po, ka ndodhur dy interpretime, do shumë e rëndësishme. Takimi kusari maqedonësi mbi industrinë e mbrojtjes zhvillimin e saj dhe koha e verës. Koha e prezencës sa më të madhe të diasporës. Ka ndodhur në fund dy interpretime të rëndësishme politike dhe juridike që një farë mënyre po e kristalizojnë atë që mund të jetë pasojë e pas datës së sotme.